Festa e ditëlindjes së parë të Luna Mariellit ka qenë e mbushur me emocione, ngjyra dhe dashuri, por një nga fotot që ka rrëmbyer më shumë vëmendje në rrjet është ajo ku vogëlushja shfaqet në krahët e gjyshes së saj, Blerta Tito, mamaja e moderatores Kiara Tito. Veshur me një fustan blu princeshe me pupla dhe perla të imta që i japin një pamje ëndërrimtare, Luna Mari duket si një kukull e vërtet, e buzëqeshur dhe e lumtur, duke shijuar një moment të thjeshtë por të bukur, me një akullore në dorë dhe me gjithë botën në sytë e saj. Ndërsa Blerta e mban në krah me përkujdesje dhe butësi, vërehet qartazi se lidhja mes tyre është e fortë dhe e mbushur me dashuri pa kushte. Kjo pamje ka prekur zemrat e ndjekësve, të cilët kanë komentuar se kjo është një nga fotot më të bukura të festës, sepse përveç shkëlqimit dhe dekorit përallor, ajo paraqet një moment njerëzor dhe të sinqert, ku gjyshja dhe mbesa janë bashkë në një çast që do të mbetet në kujtimet e familjes përgjithmonë. Buzëqeshja e Blertës që shihet në sfond teksa i drejtohet Lunës me gjithë dashurinë e një nëne që sheh vajzën e saj në rolin e mamas dhe tani gëzon me plot zemër rolin e gjyshes. Ka marrë komente të shumta që e përshkruajnë atë si një figurë të dashur, të ëmbël dhe plot hijeshi. Ndërkohë që të gjithë ishin të fokusuar në detajet e zbukurimeve apo performancat e veçanta gjatë festës, kjo foto solli një frymëmarrje të butë dhe një kujtim që rrëfen se momentet më të bukura shpesh fshihen në çastet më të thjeshta. Blerta Tito, e cila gjithmonë është shuar për elegancën dhe praninë e saj diskrete, edhe këtë herë ka rrëmbyer vëmendjen përmes një gjesti të ngrohtë që u komentua si një nga skenat më të dashura të ditës. Në sytë e Lunës, ajo nuk është thjesht gjyshe, por është një përqafim i sigurt, një dorë që mban fort dhe një buzëqeshje që flet më shumë se çdo fjalë. Kjo foto është simboli i dashurisë që kalon brez pas brezi.